Sot bën një iniciativë në gjykatën kushtetuese në lidhje me ndryshimet e fundit të ligjit për kundërvajtje, nëpërmjet të cilës po implementohet projekti ashtu quajtur qyteti i sigurt ose Safe City. Natyrisht që ky projekt ka shumë dilema në opinion. Asesi nuk duhet që procedura për implementimin e këtij ligji që përfshin nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut të ishte me procedurë shpejtë dhe pa debat publik në lidhje me probleme që i krijon ky ligj në implementimin e këtij ligji, pa u debatuar dhe pa u dëgjuar edhe zëri ekspertëve, edhe zëri qytetarëve. Duhet të një debat akoma më i gjerë në lidhje me këtë implementimin e këtij projekt ligji. Ne jemi për siguri qytetarëve, nuk ka asnjë dilemë, por jemi edhe për sigurinë e qytetarëve në shumë dimension. Edhe në dimensionin social, edhe në dimensionin e infrastrukturës që duhet qytetarët të jenë të barabartë, por edhe në dimensionin e implementimin të ligjit në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh a jetojnë në Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekti, do të thonë edhe në Strumis, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadarcë, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Nuk mund ndahet implementimi i këtij projekti me zona të caktuara, për shkak se kjo llondarje të jep kuptosh dhe të besosh dhe të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve, për shkak probabilitetit më të madh që ka ky projekt. Aq më tepër, nëse shihni edhe implementimin dhe përgatitjen e atyre kamerave që do të bëjnë regjistrimet dhe si pasojë e cilës do të jenë edhe dënimet, edhe brenda qytetit të Shkupit janë të koncentruara sidomos në Çajir dhe sidomos në vendet në të cilën infrastruktura horizontale e shenjave dhe vertikale të shenjave të komunikacionit janë shumë për të dëshiruar. Në vendet të cilat natyrisht që hapësira për parkingje mungojnë, dhe në vendet në të cilët pastaj janë parapara dënimet të cilët janë goxha të mëdha për xhepin e qytetarëve, në një shoqëri e cila tuke ne nuk mund krenohemi që ka një standard të lartë jetësor. Apo. Dhe prandaj vlerësuam që iniciativa patjetër se duhet bërë, aq më tepër që edhe një segment tjetër nuk respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e cila pa marrë parasysh se cili është qëndrimi politik i eksponentëve të veçantë politik, nuk mundet që të mos respektohen ligjet që janë në fuqi. Dhe i pari që është i obliguar të respektojë ligjin, është i pari i shtetit, Krete Presidenti, Kryeministri, sepse ky është betim realisht që ai ka bërë kur ka marrë këtë detyrë zyrtare dhe çdo funksioner i cili kur e merr një detyrë zyrtare. Natyrisht që ligji ka plot dilema dhe gjëra që janë antikushtetuese. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, por gjithë bota e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë në të cilën do të na dërgohen edhe paditë për kundërvajtje, dënimet e tjerë, ose jemi të obliguar të mbajmë numrin e telefonit. Nuk jemi të obliguar të kemi adresa email. Nëse jemi të obliguar për këtë gjëra, atëherë duhet, sa herë që ndrojmë numrat e telefonit, shkojmë paraqitemi në polici që kemi ndryshuar numrat e telefonit. Dhe nuk mund lejohet praktika që dënimet të vinë vetëm se dikush ka dërguar një mesazh, se kjo të kufizon shumë liri tjera pastaj mbrapa. E drejta e ankesës, drejta e një dokumenti të cilit pastaj do duhet për ta ankimuar edhe në gjykat, por edhe në instanca tjera, të cilët normalisht funksionojnë në sistemin e drejtësisë. Po sidoqë tjetër, janë shumë dilema, të cilët duheshin sqaruar përpara se të sillet ligji,
Dhe prandaj ne sot bëm iniciativën gjykatën kushtetuese duke i kontestuar shumë segment që godasin mbi liritë dhe drejtat themelore të qytetarit, duke kontestuar edhe segmentin tjetër të asaj që duket që krijon një ndasi dhe tendencës për të godit në xhepin e një kategorie qytetarësh. Kështu që për këtë çështje presim që epilogu dhe vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë sa më i shpejt, sepse akoma nuk është në datë 1 nis implementimi i ligjit, dhe ne vlerësojmë që duhet sa më shpejt të marrë qendrim që të mos niset dhe mos goditet mbi xhepin e qytetarëve. Faleminderit.